Përshëndetje për të gjithë juve shikues të emisionit Prizma në Alsat. Një përshëndetje speciale do të shkon për mysafirin që e keni sot, edhe atë special. Momenti kur mirë dhe për të bëjë një video mesazh, të them të drejtën, gjëja e parë që më ka shkuar në mend ishte se si Valoni është një baba i mrekullueshëm. Unë jam shumë e lumtur që fëmijët e tij, dy djemtë e tij, shohin se sa fort punon ti, se sa shumë kujdesesh ti për ta, edhe shpresoj që një ditë kur të rriten do ta kuptojnë atë se çfarë ke boti për ata. E përdonin djalin tim, ti nuk je veç daj, ti je një shembull, edhe je figurë shumë e rëndësishme në jetën e tij. Edhe unë jam shumë krenare që doni ka një daj si Valoni. Sot teksa të shohim në ekran, zemrat na mbushen normal me shumë emocione sepse ne jemi familje. Edhe nuk është veç prezenca jote në emision, është historia jote, është rruga jote, është krejt ajo që ke ndërtuar ti edhe që të ka bëu ti jesh ky që je sot. Vazhdo të ndriçosh Valon. Vazhdo të punosh me zemër, sepse ti je aty për shkak sinqeritetit tënd, për shkak punës tënde, për shkak asaj se nuk je dëshpëruar asnjëherë dhe që i ke realizuar të gjitha ëndrat që ke dashur në jetë. E neve do të dojmë sot, nesër edhe për gjithmonë. Të duam shumë. Bye. E falenderoj Johonën edhe për këtë video mesazh. Është bukur, prandaj unë edhe fola domethënë edhe për kushtimin që e ke, sepse ja fjalët e para në fakt që tha edhe Johona për ty ishte një baba i mrekullueshëm, prandaj po pohoj le të themi e konfirmoj edhe atë që po e flisnim edhe atë që e diskutuam deri tash. Wow. Si e pritet këtë mesazh? Pas ka shkumendja, me thonë drejt. Po ja që ju televizionit për këtë sen djeni. Duhet edhe ne t'i bëjmë këto surpriza. Ju jeni për këtë sen, me bëjmë surpriza, po... Merë shumë mirë. E di që je shumë i afërt me Johonën. Shumë, është krau im i djathtë. Edhe du deri në pikën e fundit. Me bukur kja. Është drita e shtëpisë. Diskutohet. E falenderoj edhe një herë Johonën, sepse nuk buroj me një herë sa i tash. Vetëm si motra, pse është motra ime, po Johona është edhe hallë e mrekullueshme është. Nuk e dallon fëmijët e mi nga doni, nga djali vet. Do të thonë është e njëjta. Si me djalin e vet, si me djemtë e mi. Kjo është shumë. Kështu që edhe unë i them, motër, të dua deri në maksimum.